Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammad ibn Abdullah al-mabuth rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi ila yawmiddin. Allahun azza wa jalla falenderojm. Salavatet dhe selamet ja dërgojmë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij fesnik dhe gjithë pasuesve të rrugës së tij deri në ditën e gjykimit. Me lenin Allahut azza wa jall, vazhdojmë me jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku sot do të kalojmë në mënyrën se si Muhammedi sallallahu alaihi wasallam pasi që ju bë farz që me dal njerëzit me i thirrë në fe, mi përmend disa metoda, disa forma që i ka shfrytzuar Muhammedi sallallahu alaihi wasallam për të thirrë mekasit në fe. Dhe nga kjo pikë besimtari e merr një mësim. E merr një mësim të madh që duhet të ketë parasysh se edhe e vërteta, edhe hake, edhe e mira e ka marifetin e vet se si mi ja thon të tjetrit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja ai ishte në hak ja kush. Ja ai dike me fol mirë ja kush. Ja ai ishte i mirë ja kush. Por megjithatë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në jetën e vet, në davetin e vet, sidomos në fillim i ka shfrytzuar disa metoda natyrisht, ashtu si e ka mësuar Allahu azza wa jall, që njerëzit me i thirrën në fe. Ai nuk ka dalë ta thot hakin edhe të thot kjo kja hak çka dojnë të ndodhen. Ku i pëlqen, kjo është e haki dhe e vërteta. Se ka bo një gjëtim nga se e ka ditë mentalitetin dhe nivelin e dalaletit dhe gabimeve që janë prezente të mekasit. Edhe për këtë shak, daveti dhe thirrja e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dahet në periudhën mekase dhe në periudhën medinase. Që besimtari ta kuptojë se jo çdo vend është i njëjtë me tjetrin. Jo çdo mesele që thuhet me një vend thuhet edhe në një vend tjetër. Për këtë shak çdo davet, çdo fazë e thirrjes së pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, edhe ajo Medinas, edhe ajo Mekasi i ka specifikat e veta. I ka nishanet e veta, i ka format e veta dhe jo të dy periudhat në davet janë të njëjta, kanë dallime mes vete. Në Mekë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka bëu tjetër davet, në Medinë ka bëu tjetër davet. Në Mekë ndryshe ka fol, në Medinë ka fol ndryshe. Në Mekë ka fol çdo herë me të butë, Medinën ndonjëherë ka fol edhe me të sert. Në Mekë ka thirr vetëm besim, vetëm la ilahe illallah, në Medinë ka thirr edhe në punë, edhe në ibadete, edhe në fazilete. Pse? Sepse nevoja e vendit e ka lip ashtu. Dhe niveli fetar dhe përgatitja për pranimin e fesë në periudhën mekase ka qenë më ndryshe nga ajo medinasja. Por pejgamberi sallallahu alajhi wasallam edhe brenda periudhës mekase i ka disa etapa që i ka kaluar në davetin e tij. Jo në Mekë do të thotë ai s'ka vazhduar me të njëjtët fjalë 13 vite të plota, sepse 13 vjet Muhamedi sallallahu alajhi wasallam qëndroi në Mekë. Dhe për këtë shak nga etapat e para të davetit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ishte daveti fshehurazi. Daveti me të msheft. Pa i boj ilan, pa u kallëzu të gjithve. Sepse e dike se jo të gjithë janë të gatshëm me pranu fjalët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Faza e dytë në Mekë është kur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me kazve ashiqare vabonit ditun se është bo pejgamberi Allahut. Çdo fazë ka kalu me vjet. Dallimi mes davetit të msheft edhe atij haptazi është 3 vjet. Disa kanë thënë 4 vjet. Që msheft ka bo, një ka jek, ka shku i ka ndalë njerëzit një nga një,
dhe va ka kallëzu shpallin që i ka ardhur prej Allahut Azza wa Jall. Faza e dytë është faza ku Muhamedi sallallahu alaihi wasallam del me davetin e vet jashtë Mekës. Kur çon njerëzit në Abesini, kur shkon vet në Taif dhe kështu me radhë. Periudha mekase veçohet me këta 3 etapa në davetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Nga e gjithë kjo muslimani merr një mesazh, një mësim, një yrnek, që është se jo çdo mesele që dihet thuhet njëjtë në çdo vend. Jo çdo mesele që dihet thuhet njëjtë në çdo vend. Dhe jo çdo mesele që dihet i thuhet njëjtë çdo kujt. Dhe jo të gjithë njerëzit janë barabart në kuptimin dhe pranimin e hakit dhe të vërtetës. Se ndonjëherë na me hak e me të vërtetë, me ka thonë Allahu dhe ka thonë pejgamberi, shkaku se si a gjejmë vendin, zamanin dhe njerin e përshtatshëm për ta thonë atë ajet kuranor, na ka mundësi ndonjëherë me bo fesat me ajet kuranor. Dhe këtë argumentoj me jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se jo çdo fjalë i thuhet çdo kujt, jo çdo fjalë thuhet në çdo vend, dhe jo çdo fjalë thuhet në çdo kohë. Do të daveti ka marifet. Daveti ka marifet. Daveti ka format e veta dhe metodat e veta. Dhe mu më kujtohet dhe përmendi rastin e Ramazanit të kalum duke mbajt në ligjerata në xhami, këtu në këtë xhami, e përmenda një fjalë që njonit i kishte djeg, por është hak. Thash njeriu i cili don me fol për fe, ja bot hoxh vet, shtrëngon pengat mirë, e nis rrugtimin dhe udhtimin në hoxhallëkit duke qenë i vogël, e gdhendet, e kalitet, e bot tërbije, e tamam kur t'ja niset zbardhët kapak, hip mimber, nis njerëzë me ushit kapak ders e nasihat. Ose e ngon hoxhën. Nësi si i gatshëm kështu me bo, e ngon hoxhën. E ngon hoxhën. Ishte meselja Ramazanit, ku përmenda se fillimi dhe mbarimi Ramazanit bëhot ashtu si thënë o gjallartë këto. Ashtu si thënë ulemaja e këtuhit. Dhe musliman du të mi u bo tabia saj. E njoni kishte dal, kishte hip në për kodra e male, e kishte përcjell malin, i shinkon në 3 veta, 4 veta, e në fund të 3 veçave që kishin vazhdu Ramazan, se si shin marrë veç se e kam po honën, ase kam po honën. Po, është hak dhe e vërtet, është hak dhe e vërtet, se alimi, dietari, hoxha, i merë erë fitness, para se me ndodha jo. Edhe i pret me gërshon para prakish, para se marrë të fitnja. Edhe pse dikujt i duket e parësyshme ajo. Por, Gjahilja e merë vesh fitnën masi që të shkoje, masi që të ndodhe, e nëse më ka marrë vesh se ka ndodhë fitnë. Pejgamberi sa sërëm shkaku që të mos bëhet fitnë dhe gjakderdhje. 3 vitet plota, davetin fjallën ikre, fjallën la ilaha illallah, 3 vjetë e mbanë më sheft. Se njerëzit nuk janë gjende, me kasit nuk ishin gjende me kuptu. Edhe dike pejgamberi sa sërëm se po ta ban të ditun dhe hap të zi islamin, kanë me avra njerëzit që i ka rreth vetës. E që të mos bëhet fesat ma i madh, edhe çka e kam shef fjallën la ilaha illallah. Një e ka thonë njerëzve. E të mos folme për mesele tjera, që as nuk krahason me fjallën la ilaha illallah, as që këtu si vinë fjallës la ilaha illallah.
Nga jeta e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam na duhet me marr mësime, urtësi, dhe ta kemi shembull Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Se si na njerëzve kina mua thonë të vërtetën dhe hakin. Haki thuhet edhe duhet më thonë dhe është obligim, po dush me a gjetë vendin, njerin, zamanin, metodën, që ajo të jetë e pranueshme. Kjo nuk do me thonë se hakin s'duhet me thonë kur, si kur dikush e kupton. Dikush e mshif hakin, vjen hoxh, vdes, shkon të vorët, kur hakin si a thot xhamatit vetë, duke thonë se alo s'ka ardhur zamani. 50 vjet në mihrab, edhe kur s'ka ardhur zamani për ti me thonë një hak, një të vërtet, edhe kjo nuk është arsye, edhe kjo është e papranueshme. Ama çka besimtari, njeriu i cili e ka gajle dhe dertin e ummetit, ai mundohet çka me bo hazër terrenin dhe tokën dhe vendin e vet për ta thonë hakin dhe të vërtetën. Që du të tham shkaku i mos ndëgjimit dhe mos përfillit së rrethonave të xhamatit dhe të muslimanëve dhe vendeve ku jetojnë, ato 3-4 persona në fund njëri boni bajram vet, e tjetri e boni një ditë më vonë, e tjetri met pa bajram hiqin grati. Pse? As ka vet hoq, as so shkon hoq. Ai kryen veti ka dalë me përcjell honën në mal. E kam bet malsor, s'kam çka i bëj unë. Për këtë shak besimtari du të ketë parasysh se edhe daveti i ka rregullat dhe rendet e veta. Faza e parë e davetit të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam është kur Muhamedi sallallahu alajhi wasallam fshehu razi. Njerëzit ja nisin me i thirr në fe. Të parit të cilët ja kallzoi fen pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe e pranoi Islamin ishte Hatixha radhiyallahu anha. Gruaja është njeri i pari që pranoi fen u bë muslimane. Ama fshehu razi i aboni me dije pejgamberit sallallahu alajhi wasallam Hatixhës se çka i ndodhi. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i aboni me dije Islamin edhe Zeidit, robit të vet që i kishte shërbetorin e vet në shtëpinë e vet. Edhe Zeidi e pranoi Islamin. Një nga një. Nuk dul midis qabës me thonë jam të thonë hakin, o njerëz, Allah im ka çu pejgamber, thuni kret la ilaha illallah. Ja. Por e pati parasysh dhe i mor parasysh rrethonat, situatën dhe gjendjen e Mekasve, sepse Mekja ishte qendra e qufrit dhe dalaletit në atë zaman. S'kish vend më të prisht, më të degenerum në aspektin fetar dhe të shirkut se sa Mekasit në atë kohë. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i mor parasysh gjitha këto rrethona, edhe çka filloi një nga një që njerëzit me i thirr në fe. Nga fëmijët i parë që e pranoi Islamin ishte djali i migjës së vet Ali ibn Abi Talibi, Ali radhiyallahu anhu, që i themi ne Ali radhiyallahu anhu. Nga fëmijët, nga burrat i parë që e pranoi Islamin ishte Abu Bekri radhiyallahu anhu. Dhe kështu Ibn Ishaqi e përmend thot se nga dora e Abu Bekrit radhiyallahu anhu e pranoi Islamin Uthmani radhiyallahu anhu, ama një nga një. Dhe thot Ibn Ishaqi njerëzit e parë që e pranuan fen dhe Islamin janë njerëz që dihen që janë 40 veta. Që shoni, fshehu razi? Fshehu razi është përcjell dhe i ka bo davet Muhamedi sallallahu alajhi wasallam në fillim të davetit të 40 veta në brendi të Mekës që ishin nga fise dhe kabile të ndryshme. I zgjedhke. Po ato këtë kanë ditë arabisht, kretë kanë njohë pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Gjithë e kanë ditë se Muhamedi sallallahu alajhi wasallam është i drejtë, i mirë, i sinqert. Megjithatë, jo të gjithëve Muhamedi sallallahu alajhi wasallam ju folin në gjuhën e njëjtë. Por u mundu që ta ketë parasysh rrethonat dhe situatën e Mekës dhe Mekasve në brendi të Mekës. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në fillim të Islamit ju bë obligim edhe falja e namazit. Thuhet që ishte kjo vetëm për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam? Thuhet kjo që ishte edhe për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, edhe
për sahabët tjerë ku më gjënësisht dhe ta shpjegoj me lejnë Allahut në gjëmonë ardhshme. E kulu kauli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.